Pyetja e parë që desha të filloj sot ishte, kujt i beson zemra jote ditën e fatkeqësisë? Tani arsyeja pse kam theksu kaq shumë punën e zemrës, është sepse që kur kam besuar Jezusit, kam vënë re një gjë. Për Jezusin çdo gjë ka lidhje me zemrën. Jezusi nuk është tip i ritualeve, të bëj këtë, bëj atë. Jo se nuk i bënte, mos më keq kuptoni, se do thot ndonjëherë çfarë po thot beta për Jezusin. Jo se nuk i bënte. Por për Jezusin kishte rëndësi zemra. Po shikoja një klip para ca ditësh dhe ishte vinë fariseut dhe i thonë Jezusit, dëgjoj, thonë ty, se këto dishepujt e tu, këto të gjonit, këto i lajnë duart, këto dishepujt e tu nuk i lajnë duart. Pse s'u fleti dishepujve? Edhe Jezusi smeret me dishepujt për momentin, po u kthehet fariseve dhe i thotë, dëgjoj, nuk e ndot njeriu ajo që ha, por ajo që del nga zemra. Edhe klipi ishte i lezetshëm sepse në moment që fariseut ikin, Jezusi kthehet dishepujt thotë, "Orçuna, po lat nomër, po lani ore duar, ç'a boni kështu?" Po du me thënë që zemra është ajo që ka rëndësi për Zotin. Tani, kujt i beson zemra jote ditën e fatkeqësisë? Ne ishim plazh para ca ditësh. Dhe jemi kënaq aq shumë. Edhe i kemi thënë Zotit faleminderit pafund. Domethënë na vite si me vedije dhe pa vedije. Duke thënë o Zot sa i mirëgjie, o Zot sa i mirëgjie, si kemi mundësi që erdhëm në plazh. Për çdo gjë të vogël i kemi falendëruar. Sepse ishim me pushime. Mirë që ishim ne me pushime, po edhe njerëzit rreth rrotull ishin me pushime. Ne rehat, ato rehat. Tash një lokal i kishte muzikë romantike, një kishte popullor, një gupsi. Si ta doje? E disa e letë është për t'i thonë Zotit, që zemra dhe t'i besoj Zot në kota tilla? Buk me gjizë dhe mine. Shumë e letë. Puna është, kujt i beson zemra jote, kur gjërat vështirësohen? Kur ti je përballë, Psalmi e thot fatkeqësi, është çik fjalë e madhe, mos kalofshi kur fatkeqësi. Unë do e them vështirësi. Po kujt i beson zemra jote në kota tilla? Siç thash, është shumë e lehtë kur çdo gjë është vaj, sa e lehtë që është. Por kur gjërat vështirësohen, ku shkon zemra jote? Tani, po të lexosh Biblën, që është aq fantastike, e di pse them unë është fantastike, sepse fjala e Perëndis nuk të mban me lajka. Ti lexon Djatën e Vjetër dhe shef njerëz që e kanë dash Zotin shumë. Edhe nuk është thënë vetëm kjo për to. Ditën tjetër ja kanë fut kot. Ti e gje prapë në Bibël. Në Bibël është thënë si e mira dhe e keqja. Të dyja janë thënë. Edhe histori që do shohim sot është një histori është e mbretit Asa. Mbreti Asa, një kohë shumë të shkurtër, bërë në 2 gjëra të kundërta. Tani, historia e parë është kjo. Mbreti Etiopis e thirri për luftë. Do luftonin kundër njëri tjetrit. Tani, mbreti Asa kishte 5.000 ushtarë. Mbreti tjetër kishte 1 milion. Dhe plus kësaj kishte edhe 300 qere. Dhe kur shku mballë për ballë njëri tjetrit, mbreti Asa pa turmën e madhe. Ktheu kokën te veti, tha, s'ka shanse që ne të fitojmë. Nuk ka shanse që ne të fitojmë. Edhe çfarë bën? Ja dhe lexojmë bashkë se çfarë bën. Atëherë Asa i klithi Zotit, Perëndisë së tij dhe tha: O Zot, nuk ka njeri veç teje që mund të ndihmojë në luftimet midis një të fuqishmi dhe atij që i mungon forca. Na ndihmo, Zot, Perëndia ynë, sepse ne mbështetemi te ti dhe dalim kundër kësaj shumice në emrin tënd. O Zot, ti je Perëndia ynë, mos lejo që njeriu të ta kalojë ty. Edhe Zoti dha një fitore, po çfarë fitore i dha Zoti? Dhe jo vetëm i dha një fitore të fuqishme, por dhe profeti doli para dhe i tha, edhe si për ta uruar për fitoren, po edhe për ta paralajmëruar dhe i tha, dëgjoj, ti kërkove Perëndin dhe Perëndia luftoi për ty. Nëse ti vazhdon kështu, nëse ti vazhdon kështu, e di çfarë, Zoti do luftoj gjithmonë në krahun tënd. Ti do kesh vetëm fitore, begatime, gjithë të mirat.
edhe ishte mirë. Ishte mirë, çdo gjë po vazhdonte mirë. Asa shkatroi idhuj, tempujt e idhujve, gjithë gjërat, vazhdoi ti besonte Zotit, por shumë shpejt erdhi një kërcënim tjetër. Dhe dëgjoj, e di pse them unë, duhet me pas kujdes me zemrën. Sepse zemra të bën të harrosh shumë shpejt. E ke parasysh, është shumë e poshtër. Të bën të harrosh të mirat që Zoti të ka bërë. Nuk ishte shumë kohë që kishte kalu gjithë kjo fitore. I erdhi një kërcënim, dhe ai këtë herë, në vend që të shkonte te Perëndia, siç bëri herën e parë, këtë herë shkonte mbreti i Sirisë. I thotë, "Dgjoj, a bëhemi alat bashk? Bashkohemi bashk, luftojmë se sigur që në të dy, kush na mund në të dyve. Kush na mund në të dyve?" Edhe di qarë, profeti, shikuesi në atë kohë, shikoj si e thotë. Në atë kohë shikuesi Hanani, shkoi te Asa, mbreti i Judës dhe i tha, "Me qenë se mbështetet e mbreti i Sirisë, dhe nuk mbështetet e Zoti, Perëndia yt ushtroi mbretit e Sirisë të shpëtojnë nga dora. A nuk ishin vallet Jopasit dhe Libanët një ushtri e pamas me një numër të madh qerresh dhe kalorësish. Megjithatë, me qenë se ishe mbështetur tek Zoti, ai dha në duart e tua. Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa. Tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një i pamend. Prandaj tani e tutje, do të kesh luftra." Siç thash, në kohë të vështira duhet me pas kujdes. Se dëgjoj, nuk kemi vetëm ne, këto ishin mbretër të mëdhej, nuk është se ishin do si do. Por për Perëndin, atë që beson zemra jote, varet që ndodh. Në fund psalmi thot, ata bien, por ne ngrihemi. Do më thënë që ne kemi rënë, por jemi ngritur. Pse? Sepse vargu thot më parë, ne besojmë te Zoti. Ata mbështeten te qerret dhe te kuajt, te fuqia e tyre, por ne i besojmë Zotit. Edhe historia e fundit për këtë, është një histori që unë e kam bajtë si vath në vesh. Edhe, dëgjoj, do ishte mirë që edhe ju ta banin si vath në vesh. Sepse për Perëndin kjo është shumë e rëndësishme. Tani, ishte një mbret tjetër. Ky mbreti tjetër, Ashiziau, ra nga dritarja e katit të sipërm në Samari dhe u dëmtua. Atëherë dërgoi lajmtar të cilëve u tha, "Shkoni të konsultoni Balzebubin, Perëndin e Ekronit, për të ditur nëse do ta marr veten nga kjo fatkeqësi." Por një engjëll i Zotit i doli para Elias e i tha, "Çou dhe dil përpara lajmtarëve të mbretit të Samarisë dhe u thuaj atyre, mos vallë nuk ka Perëndin e Izrael, që ju shkoni të konsultonim me Balzebubin, Perëndin e Ekronit?" Prandaj kështu thot Zoti, "Ti nuk do të zbresësh më nga shtrati në të cilin ke hipur, por me siguri ke për të vdekur." Imagjino ti dalje Eltini në njënit, e thot, "Ore, ku shko ti, ore? Pse, ore, s'ka Zotit së feja?" Dgjoj, qa do lloj situate t'jeshti duke kaluar? Mos kalofshi kur fatkeqësi. Ne në shpinë tonë kemi kaluar ca. Edhe jemi lutur shumë që Zotit na ruan të zemrën. Por në qoftë se mikesh po kalon një vështirësi, Bibli thuhet që Jezusi ndërhyn për ne çdo ditë para Atit. Sjellja Perëndis. Mos kërko ndihmë në për perëndi të tjera. Sjellja Perëndis, Perëndia ka Zot as ka Zotit të fë, o shok. Kështu që mos kujdes me zemrën tënde, sidomos në këtë kohë që ti kujtosh vetes shpesh. Unë ja kujtoj vetes shpesh, sidomos të historinë e fundit. Gjithmonë them bet, ke Zot as ke Zot. Ai quhet Jezus, nuk ka më të fuqishëm se ai. Dhe ja kujtoj shpesh edhe kalamajve. Nuk ka, as mos e mendo. Sepse po ta mbani mend kur Jezusi i tha dishepujve, "A doni t'ikni edhe ju?"
vargu i më i preferuar në Bibël. Pjetri thot, Zot, te kush të shkojmë? Mirë që po ikim, te kush të shkojmë? Ti ke jetë përjetshme, nuk ka vend tjetër.